Hajde një të tregoj një story time se si desh shkatrova fejesën me këtë mendjen time para 4 vjetësh. Unë dhe Marko vinim nga një periudhë shumë e gjatë të lidhjeje, edhe patjetër që dikur ata e kishin marrë vesh që ne ishim të lidhur me njëri tjetrin, por ishim shumë të vegjël atëherë, edhe që atëherë askush nuk e kishte hapur më si mohabet apo të diskutonte në lidhje me këtë gjë. Edhe më në fund vendosëm të fejoheshim. Unë fola me familjen time, Marko foli me familjen e tij, kështu kemi vendosur të fejohemi. Shumë në rregull deri këtu. U vendos shumë shpejt brenda një jave. Unë nuk kam thënë prindërve të mi, më saktë mami, motra dhe vllai e dinin shumë kohë më parë, por faktin për fejesë që vendosëm që të fejoheshim, u thash diku te 10 ditë para, shumë shpejt. Dhe ndërkohë që ata merreshin me përgatitjet, unë njëkohësisht të punoja. Tani nuk është se do bënin diçka, thjesht familje do vinin në shtëpi, do njiheshin praktikisht pasi fshatratan ishin ngjitur, por të bënin atë pirjen e rakisë si e quajmë ne. Edhe patjetër që më duhej një fustan, më duhej të rregullohesha, më duheshin takat, çdo gjë. Tani, të gjitha këto, pasi Vlora është një qytet i vogël të themi dhe të jep mundësinë që ti t'i zgjidhësh këto edhe sikur brenda një dite. Të gjesh parukeren, të mbështojnë çfarë janë këto gjërat tona, taka edhe të gjitha. Po unë nuk e dini se janë të gjithë luanët e shenjës time kështu, po unë gjeni çfarë, e lash për momentin e fundit, të dielën fejoheshim edhe unë vajta të shtunën për fustan. Ditë më përpara kisha mbyllur vetëm muhabetin te parukerja edhe kaq. Thonë ti kam bërë ditën e shtunë, mazite, fustanin e gjeta po ditën e shtunë, edhe ngelën dhe takat. Qa stresi kam kaluar, o zoti madh, për pak ditë mbushja 20 vjeç, isha e vogël, po ndonjëherë këto gjëra nuk kanë të thotë me mosh, më shumë varen nga tipi dhe unë si tip i lija gjithmonë gjërat për në momentin e fundit. Kështu bëra edhe me takat. Pasi mbarova punën në fustanin, siç e thash me thonjë, vajta që të zgjidhja takat. Takat i kam zgjedhur në orën 8 të darkës. Kisha bredhur kudo, po si te kamionze madhe që jam, nuk më kishin pëlqyer. Vajta te një dyqan i fundit, ishte ora 8 e ca. Kam dalë që atje që nga ora 9 e darkës pas një ore për të zgjedhur një paltaka, imagjinojeni. Fustanin e kisha të bardhë të shkutur dhe doja ose taka të bardha ose taka me guri e gri, kështu doja në atë kohë. Zgjodha një paltaka pas një ore. Isha vetë për kohë, sepse shoqen e kisha në punë, nuk bëja asgjë pa shoqen në atë periudhë kohe. As tani se kam akoma shoqen e ngushtë. Edhe vetë i marr